Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në radhë të parë jam shumë i gëzuar që jam sonte në mesin tuaj, edhe në mesin e zotnive tonë, edhe në kryet e tyre Haxhi Nuhi. Allahu e shpërbleft. Edhe e begatoft shnetin e tij, mundin e tij, sakrificën e tij. Edhe unë ju them, sidomos ju djemve të ri, që duhet me kenë krenar që jeni bashkohës të zotnieve me thinja të bardha. Një brez i cili rritet në praninë e gjyshurve besimtar, është brez i bekuar nga Zoti i gjithësisë. E një brez që lidhet me gjyshin e me besimin e gjyshit, e me rrugën e gjyshit, do të ketë përherë marrësinë e Allahut subhanahu wa taala. E kundërta me të kundërtën. Një brez që e ka privu Zoti nga prania e më të mëdhejve në jetë, është gjithmonë i qalët, topallon në jetën e tij. Sepse kur ke gjyshin, ke një pikë referimi. Edhe 100 vjeç me u bë gjyshi, edhe më tepër, kur largohet nga kjo botë, ti ke përherë kujtimet më të mira. Thu kam shkuar në xhami me gjyshin. Më ka bërë dashnia e gjyshit për Allahun azza wa jall me e dashur Allahun më tepër. Dashnia e gjyshit për pejgamberin alayhi salatu wasalam ka bërë me e dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam më tepër. Edhe këtë po jo them unë. Po jo them unë. Kur unë kam qenë në moshën e disave për jush, ose edhe më i ri edhe më i vogël në moshë, edhe pse ka qenë një kohë ndryshe prej kohës tuaj. Ka qenë një kohë kur nuk ka pas xhamia. Nuk e kemi ndëgjuar ezanin. As kemi bagara se si të shkojmë në xhami të ndryshme të qytetet të fshatit. Nuk ka pas xhami fare. Nuk ka lexuar Kur'ani. Nuk ka pas grame hijab. Nuk ka pas iftare. Si iftari i kësaj mramje ku ju jeni kënaqur me njëri tjetrin. As kemi pas xhami siç keni ju xhamin tuaj. Ka qenë diçka krejt ndryshe. Mos e provofshi kurrë edhe mos e jetofshi kurrë atë. Megjithatë, unë e kam pa edhe e kam gjetë edhe e kam zbulu gjyshin tim shpesh herë në orë të vona të natës, ai gjyshi që ishte shumë i sert edhe shumë burnor, edhe njëri që unë mendoja se nuk ka më të fortë edhe më burnor se sa ai, unë e gjeja gjyshin duke qah. Allah, gjyshi qante? Po pse qante? Dhe kishte një libër gati të grisur, një libër me faqe të verdha. I lexohen të ato dhe i shkonin lot. Allah. Subhanallah. Edhe gjyshi më ka mësuar me e dashur Allahun subhanahu wa taala, dhe në kohë kur me e përmend emrin e Allahut azza wa jall ka qenë problem. Edhe sot nëse un kam arrit dikun, patjetër që atë faren e parë të besimit të dashnisë për Allahun azza wa jall dhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam e ka mjell dhe e ka ujit gjyshi. Prandaj kur kemi në praninë tonë, zotnit, e më shumë, aty në mi u pudh dorën, ata me i respektu, ata me i dasht, aty në me janë një gju fjalen, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësua dhe na ka eduku, se nuk është prej nesh, ai që nuk e respekton më të madhin, edhe nuk e mëshiron më të voglin. Ne kemi për obligim me respektu më të mëdhejt në mesin tonë. Ndërsa ata, në mësojnë se si mëshirohet ma i vogli. Sepse jeta kështu shkon dhe vazhdon. Nesër gjithsecili për jush, inshallah taala, me shtetet dhe mbarësi dhe bekimet e Allahut azza wa jall, keni u bë burra, keni u bë prind, keni u bë gjysha, dhe keni me e kuptu se sa e rëndësishme është që në jetë me e respektu dhe me e dash dhe me e vlerësu babën, e nanën, pra ma të madhin, e gjyshin, e gjyshen, dhe sa rëndësishme është që duke qenë i madh në pozitën e më të madhit, me e mëshiru më të voglin. Dhe në këtë mënyrë garantoj mëshirën e Allahut azza wa jall në jetën tonë të përditshme. Ne të dashurit e mi, jemi në ditët e fundit të muajit të mallnueshëm të Ramazanit. Edhe keni parasysh se sa shpejt kanë kalu këto ditë dhe këto net. Keni ardhur në xhami, keni luajtur në xhami, keni agjëruar së bashku, keni bë iftar së bashku, keni falë taravin së bashku, me imamin tuaj, me prind tuaj, me gjyshit tuaj, me vllazni, me motra, me tashti, kjo stin e begate adhurimit
po përfundon. Mirë po, a përfundon për kushtimi jonë dhe Allahut Azza wa Jall? Jo. Madje na kanë mësuar ma të ditunit se me mbarimin e Ramazanit fillon realisht Ramazani. Si me mbarimin e Ramazanit fillon Ramazani. Po pra me mbarimin e muajit të mallnueshëm të Ramazanit fillon dëshmimi i asaj çfarë ti ke marrë të ke përvetësu gjatë muajit real të Ramazanit. Që do thotë, gjatë këtij muaji ti je mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam me kënd korrekt me Allahun Azza wa Jall. Ke prish natën tënde, ke prish gjumin tënd, je zgjuar dhe ke hënë në një kohë të çuditshme. Ti ke rujt gjuhën tënde, nuk ke marrë me thashë theme, nuk ke përguju njëri, ti je edhe vetë frenu kur dikush ka tentuar me prej të Zot me të shah, me të fy, me të lëndu, ti ke thënë unë jam agjërueshëm, pra qëndro larg meje. Dhe ke dëshmu bujarinë e zemrës, solidarizimin me njerëzit në nevojë, ke dëshmu elementet kryesor të vllaznisë së sinqertë dhe të pastër islame. Pra në këtë muaj të begatë të Ramazanit, ti i ke dëshmu Allahut Azza wa Jall atë që kërkonte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fa arullaha min anfusikum khaira. Dëshmojini Allahut nga vetja juaj, pra në këtë muaj, ma të mirën. E mas këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit, ne prap duhet me vazhdu me i dëshmu Allahut ma të mirën. Prap duhet me vazhdu me i dëshmu Allahut Azza wa Jall se e kemi hak me na e pranu agjërimin e Ramazanit dhe e kemi hak me e ba Kur'anin dhe agjërimin e Ramazanit shefaat për në ditën e gjykimit dhe e kemi hak mëshirën e tij Azza wa Jall. Me mëshirën e tij Azza wa Jall. Jo me punën tonë, jo me angazhimin tonë, por duhet me i dëshmu Allahut Azza wa Jall se ne lëvizim për hatrin e tij, punojmë për hatrin e tij. Dhe e gjitha kjo mi bazën e modestisë. Sa ma i thjesht njeriu, aq më afër Allahut Azza wa Jall. Le të jesh kurdo që të jesh. Bançmos që të jesh njeri i thjesht. Sepse në këtë botë të gjithë ne jemi kalimtar. Dhe ai që dëshmon thjeshtësi për hir të Allahut, atë nalson Allahu Azza wa Jall. Po e përfundoj me një ngjarje shumë të vogël edhe të shpejtë që ka ndodhur me një profesor të nderuar në botën arabe dhe islame. Që unë e njoh edhe me emër. Ai zotnia është profesor doktor, edhe kishte dalë për të la makinën e tij në oborrin e shtëpisë. Që binte nga rruga. Përbriti ishte një doktor që kishte klinikën e tij. Edhe një pacient i doktorit vjen për të marrë takimin që kishte edhe për të ba atë vizitën tek doktori. E sheh profesorin i veshur me tesha të shtëpisë, me rroba të zakonshme, duke la makinën. Dhe mendon se ky zotnia është një punojës i lavazheve, pra lan makina. Edhe më njëherë asnjë as dy shkon dhe i thotë zotni, që ku i ke çelësat e makinës time, unë po hy me ba një vizitë të doktori, ma laj makinën time. Dhe se nuk vënohem. Profesori e sheh edhe qeshi, thotë patjetër. Patjetër. Ke parasysh atë pamjen? Edhe thotë merr atë çelësin makinës, edhe ky shkon tek doktori. Rrin sa rrin te doktori, e kryen vizitën, edhe kur dalin jashtë e shohin profesorin me zor duke la makinën e pacientit. Mirë, po doktori e njeh komshin e tij, është profesor doktor burri voc, është njëri me gradë shkencore, është njëri i nderuar, i respektuar. Edhe i thot këtij, "Ore, kjo është makina jote?" I thot, "Po. Ç'është? Ç'a ka ndodhur? Ç'është kjo?" I thot, "Po ja lash këtij punojësit të lavazhit me la makinën." "Ore, ti është profesor doktor, ç'o punojës lavazhit?" Ke parasysh edhe profesori e ndëgjon këtë, i thot, pa marak, unë e laj atë, asgjë nuk ka. Ai është vëllai im edhe asgjë një shërbim i vogël. Ai turpnohet edhe më tepër, i thot, "Po profesor, të lutem." "Jo, nuk ka asgjë. Njerëzit janë të krejt të barabartë." Edhe i lumi ai i cili i shërben vllazët e tij musliman. Shikoni. Pra ti mundesh me kënë gjithkushi, edhe dikush me të marr për një person krejt të zakonshëm, i cili kryen një punë të zakonshme, hiç mos me ira qibri edhe ajo huna në tokë asnjënit. Qibër ka ba vetëm shejtani, të dashurit e mi. Drejt Allahu subhanahu wa taala shkojmë me thjeshtësi, me modesti. Sa ma modest, aq më afër Allahut azza wa jall. Edhe nata e Kadrit që po na vjen, edhe shpresojmë me kenë edhe sonte. Po mund të kenë mram, po për mramit, po nesër, po krejt këtë ditë e këto net kanë mirësinë dhe bekimet e natës së Kadrit. Bani çmos
me e shfrytëzu këtë kohë të ngelur të Ramazanit duke hek nga menyja e përditshme e aktivitetit ditor shumë çka prej veprave që na largojnë nga Allahu Azza wa Jall e na humbin kohën pa asnjë lloj dobijet. Dhe me u përkushtu sa më shumë nga Kurani famëlar, nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga bamirësia dhe mi të gjitha me u përpjek me i ba mirë njëri tjetrit. Allahu e pranoft agjërimin e këtij muaji të begatë, e pranoft nga gjithë secili prej të pranishmëve, prej të dashurve tanë, prej besimtarëve mbar, edhe na bash prej atyre që në ditën e gjykimit dalin me faqe të bardhë përpara Zotit të gjithësisë, e dalin me faqe të bardhë përpara pejgamberit alayhi salatu wasalam, me vepra të pranuara, me adhurime të pranuara, e Allah Azza wa Jall i kënaqur prej veprës së tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin.